ka qenë veprim strategjik ushtarak, me siguri. Kush është kompetent që ka dokumenta, ka të dhëna të sakta, arta, sepse këtu është një punim jashtëzakonshëm. Dhe nëse ajo kuksit është nën kuksin është punuar në dhe, ky është punuar në shkemb, i gjithi në shkemb. Dhe janë me mira metra katror, shesh, ndërsa beton është jashtëzakonshme. Sa vite mund të jetë dashur për ta ndërtuar këtë monstrehim? Logjikisht, sepse jam ndjekës i këtyre punimeve, kështu jam kurios në dokumentare të ndryshme, besoj se të paktën 15 vjet. 15 vite mund të derdhur në këtë vend strehim dhe sot është një hiç gjë. Hiç gjë dhe njerëzit kur kalojnë shikojnë si diçka të frikshme në vend që të jetë një atraksion. Po turist keni hasur që të kenë kuriozitete për të hyrë në tunel? Po shumë, sepse unë jam marrë me turista, kam bërë guid edhe shumë kanë hasur kuriozitet për këta për shkak të madhësisë që kanë dhe që ndodhen në zemër të Beratit dhe në qendër të Beratit, pra kjo është zona më qarkulluar në Berat. Dhe normalisht kjo mund të kthehet edhe në një muze, ose minimalisht ta pastrosh. Mund të kthehet edhe në një muze. Mund të futet në shërbim qytetit Beratit. Unë mendoj që mund të kthehet në një muze, qoftë edhe në një muze të komunizmit. Kjo dera tani ku na çon? Kjo na fut brenda në tunel, në galeri. Pra mbasi kalojmë këto 3 dyert që mua më bindin që është tunel antibërthamor, pra 1, 2 dhe këtu 3, këtu kemi një dhomë që edhe kjo është e fortifikuar. Dhe këtu kanë bërë dhe vizitë blogerët, kanë lënë atë vulën në stemën e tyre. Dhe kur erdha këtu thash vinë të huajt, vizitojnë uzinën e armëve në Poliçan dhe na tregojnë neve si është brenda, ne vetë këtu nuk kemi të drejta vizitojmë. Vinë të huajt këtu vizitojnë tunelet në zemër të Beratit, ne nuk e dim çfarë kemi. Pse mendoni gjithë kjo neglizhencë nga qytetarët shqiptar ose më saktë jo shumë kureshte për të zbuluar vendstrehimet, mënyrën se si kanë jetuar dhe kanë punuar për të mbrojtur vendin të parë tanë? Unë mendoj, logjikisht, mentaliteti jonë është kyçur, është transformuar në shikon nga dera e brenda, pra nuk e vlerësojnë pronën publike. Unë kam jetuar vetë vite jashtë shtetit dhe jashtë e mbrojnë shumë me fanatizëm pronën publike. Neve pronën publike urdhëros si e ka ta ndisim, si e lem në këtë gjendje. Po njerëzit kanë, le të themi, kanë depërtuar, kanë hyrë në këtë tunel, se gjurmë ka veturina. Po, patjetër, po, deri këtu. Deri këtu, përtej nuk ka. Jo. Andej pasaj është tjetër gjë. Patjetër, këtu duket që ka gjurmë jetë, le të themi, kemi bredhin e vitit të ri të Krishtlindjeve. Këtu sa po hym në galerinë e parë, ose unë ja kam vendosur emrin, me që kam hyrë disa herë, jo, ja kam vendosur emrin Bulevard. Pra sepse andej është tuneli, këtej është tunel tjetër, edhe këtu tash këto lidhen edhe tunel andej dhe kam quajtur bulevardet e brendshëm. Këtu është takimi mes tunelave. Po, këtu është mezi tuneleve. Këto janë bredhat që i përdor bashkia për zbukurimin e festave të dhjetorit për vitin e ri Krishtlindje. Është këtu në një magazin? Po, në një magazin, vetëm kjo pjesë tu dhe atje. Pjesa tjetër pastaj jo. Ne sot kemi ardhur me një kohë mjaft të ngrohtë dhe këtu brenda është shumë ftohtë. Po. Si shpjegohet kjo? Pjesa që në tunel është freskët është sepse në dimër tunelet janë të ngrohtë dhe në behar janë të freskët. Ndërsa këtu është një diçka e veçantë sepse ky tunel nuk ndjen era ndotje, se unë jam futur deri edhe kur isha i vogël nëpër tunele, ka një gram shumë të keqe dhe ka lagështi. Ndërsa këtu siç e shikon është shumë i thatë dhe muret, mendoj nuk ka asnjë pikë, është shumë i thatë dhe sovaja është sikur e ke bërë sot. Cilësia e sovas. Këto janë punime të lënë për gjysmë apo të shkatëruara? Një pjesë të shkatëruara në vitin 97, po, për të marrë materialet, por nuk është marrë shumë. Nuk është se ka shumë shkatërim. Mendoni që mund të ketë pasur në tunel, përveç materialit siç është guri edhe? Po, kjo ka qenë mbrojtur. Ka pasur armatime? Armatime nuk besoj mbase ka pasur materiale që i ka shërbyer ushtrisë, materiale të ndryshme, po armatime jo, sepse kemi pasur Palikeshtin, Breshtanin, Kundrajrorin, Berati kishte shumë pika. Fatio, sa vendstrehime të tilla mendohet të ketë në Berat? Në qarkun e Beratit. Basi kam shfaqur këto pamjet të tunelit për herë të parë, njerëzit filluan të më pyesin, të më flasin, dhe disa më kanë thënë që ka edhe në Drabonik,
Po? Tunele, disa më kanë thënë është një vend që e quajmë Cëreja. Disa të tjerë ka këtu, ka atje, po unë besoj se si ky kaq të madh, nuk e di, nuk besoj se mund të ketë, kaq si ky. Po hapësira që përfshin ky tunel poshtë Kalas, sa mendohet të jetë? Besoj se është me mira metra katror, shesh. Me mira. Po, me mira metra katror, sepse po ta shikosh vetëm këtu është 8 metra, kjo, paka shumë distancë, dhe po ta llogarisësh është gati 100 metra deri atje dhe është goxha. Po kurioziteti juaj për vend strehimet, kur ka lindur? Le të themi, deri kur kur ju lindi isha- Kureshtja që të zbuloni vendet që ekzistojnë në Berat? Unë jam i në lagjes qytetin tuaj. këtu, përballë Kalas, lagja 28 Nëndori dhe Vazhdo. të lagja jonë ka shumë tunele dhe ishte dhe ushtria kundra errori. Dhe ne kur ishim të vegjël me qiri, me shkrep, se kështu i futeshim i përshkronin, po tunele goxha të gjatë. Keni ju ndonjë histori që le të themi jeni stepur për të vazhduar? Për shembull këtu, herën e parë si ka qenë? Gjithmonë më ka trequr kurioziteti për ta tunele deri kohën përpara. Dhe kur hyra këtu thash hajde edhe pak në fillim ishte frikë, pastaj kurioziteti dhe më pëlqeu sepse ky tunel këtu më bëri të ndihem mirë si qytetar, si beratar, se thash pas kemi një pasuri shumë të madhe në zemër të qytetit. Këtu dua t'ju tregoj diçka që besoj që ka qenë vend për të furnizuar këtë në rast lufte me ujë, sepse aty ka ujë. Ku? Është një dhomë këtu, po, këtu ku kanë vendosur ta rojtarët, e quajmë rojtarët e tuneleve drerët, e kanë mbyllur këtu, po mund të futemi të lëvizim. Po uji nga vjen, nga Forezor? Vjen nga mali, nga shkembi. Këtu do futemi në një vend ku është me mur, po mbrapa murit ka ujë. Edhe uji vjen nga shkembi, nga mali. Dhe besoj se mund ta kenë lënë për ta pasur në rast lufte për rezervë ujë. Tani do shkojmë te në këtë krahun këtej sepse këta tunelet lidhen me korridor me njëri tjetrin dhe atje është tuneli tjetër. Dhe do shikojmë dhe pjesën atje, se si është, dhe mbas atij pastaj do vazhdojmë me pjesët e tjera të tunelit. Ka hapësirë dalse te tuneli tjetër apo është? Jo, është bllokuar. Hapësira është bllokuar sepse në të shkuarën, aty ka qenë një kishë e madhe dhe kanë hedhur në herë atë kishën dhe përka shi është një kishë e vogël. Tani kisha ka nevojat e saja dhe me që tuneli nuk shfryzohet e ka zënë një pjesë, dhe shpjegoj që është me mur, po e ka bllokuar dhe shfryzon për çfarë ka nevoja në formë magazine. Pra ja, këtu është normalisht, ky tuneli këtu duhet të lidhej me tjetrin, por është bllokuar sepse një pjesë të saj e shfrytëzon kisha ortodokse në Berat për magazin. Le të themi nëse e shëmbin pjesën e murit, dalim te tuneli tjetër. Dalim te tuneli tjetër. Tani, ata nuk e kanë marrë të gjithë tunelin, kanë marrë vetëm një pjesë dhe ne do vazhdojmë në krahun tjetër, ku do shikojmë dhe tunelin më të lartë dhe më të madh, sepse secili prej tuneleve është ndryshe nga tjetri. Tash ne do vazhdojmë këtej. Këto janë shtëpizat e qytetit, në rast krishtlindjes. Po, në rast festas, tani nuk shërbejmë për gjë, po bashkia i le këtu për magazinim. Këtu tani po të shikojmë sepse ka afërsisht 40 vjet pa mirëmbajtje. Këtu tavani i tunelit ka filluar që të pikoj, por që nuk është në një dëm shumë i madh, dëm që mund të krahasohet me ndonjë rrezikshmëri. Këtë do pyesja, rrezikon shëmbin nëse degradimin e tunelit? Jo, kjo është një dëm shumë i vogël, sepse nuk ka rrjedhje, është thjesht një lagështi që mundet specialistët ta eliminojnë pas një problem, sepse struktura është shumë e fortë. Ky është i gjithi në shkem. Pra ne do shikojmë aty ku kanë ngelur punimet pa mbaruar, është hapur tuneli në shkem, dhe unë mendoj që nga ky tuneli kanë dashur të dalin ose në Kala ose të lidhen me ushtrinë që është si përballë Kalas, është ushtria e quanim ne ushtria kundra errorit, sepse ishin kundra errorit topat. Edhe atje ka mënyra e komunikimit ka qenë më gjepse. Besoj se mund të kem pas plan për ta lidhur me atë, sepse edhe atje ka tunele. Unë jam futur kur isha i vogël. Atje mendoj që është pallat brenda në mal, po tani është pronë private. Tani këtu po futemi në galerinë ose atë që thash pak më parë bulevard lidhës të tuneleve dhe ky është i dyti. Mbas atij të parit vjen ky i dyti, edhe ky është i ndarë me dhoma, po me dhoma më të mëdha. Më të mëdha. Dhe ky është pak më i lartë se ai dhe pak më i gjerë, po ta shikosh. Kjo pjesa e materialeve, kjo është shëmbull.
Kjo besoj unë që nuk e shembur vetë, po kanë dashur të marrin tullat edhe hekur. Patjetër, po pse është dashur kolona pas murit lidhës? Për çfarë mendohet? Po, besoj që këtu do më thënë është planifikuar për të bërë dhoma dhe dhoma duhet bëheshin se s'ben me tavan. Dhe këto kolona do të shërbenin për tavan. Për mbajtur tavanin, sepse faktohet këtu, faktohet ja pra ku janë kolonat atje, të kjo shikoje, pra kolona edhe tavani për të shërbyer për korridori. Një tunel për të jetuar, gjatë. Po, këtu, si pas atyre të dhenave që janë këtu, besoj se ka qenë tunel me 5 yje. Tunel me 5 yje. Po, sepse ka që i masë dhe me këto dhoma ka që të mëdha, është vërtet tunel me 5 yje, se unë kam parë tunelin e Gjirokastrës, në tunelin e Gjirokastrës me zisa futesh. Pra, është i gjatë, për të qenë, ka dhoma, po atje me zisa futesh dhe dhomat janë shumë të vogla, ndërsa këtu dhomat janë si suita. Në vendin tonë supozohet që janë mbi 500.000 tunele, kështu që... Po, shumë, jo, tunelet janë më shumë se sa bunkerët. Flitet 500.000 deri në 750.000 bunkerë, ndërsa tunele me sa kam dëgjuar, nuk e di sa është e saktë, po thonë që mund të jenë afërsisht 1 milion. 1 milion. Po, 1 milion. Dhe koha ka qenë e gjatë dhe në fund... Po, është punuar gjithë popull. Sepse Shqipëria nuk u sulmua kur. Jo, nuk u sulmua kur, po tash nuk do të thotë që nuk u sulmua kur dhe këto nuk u përdoren, se nuk u përdoren për asnjë ditë, po tash me që nuk u përdoren për asnjë ditë. Pse duhet i lëmë neve këto të shkatërohen? Është gjithaj gjak, gjithaj mund, gjithaj sakrificë, gjithaj të para. Këto atëherë në atë kohë mbasi janë bërë pa para, sepse punonin vullnetar të burgosur, çmimet, çdo gjë ishte e shtetit. Por sot 1 metër kub beton, sa kushton? Po të çposh shkembin sot, sa kushton? Ne po shikojmë tunelet që bën investime shteti shqiptar dhe po kushtojnë qindra miliona euro. Atëherë këtu bëhet fjalë për miliarda euro. Dhe është gjuna që këto materiale, këto investime, këto vendstrehime të ikin të prishen, të shkatërohen për pak investim mirëmbajtje. Dhe këta mundet të mirëmbajnë veten normalisht, sepse duke me i kthyer në atraksion turistik, pra duke i bërë të vizitueshëm, këta mbajnë veten, nuk ka nevojë që të investosh gjithmonë. Një tunel sekret ose një bazë sekrete nuk mund të futemi neve dhe nuk mund të futet askush. Kjo quhet bazë sekrete, bazë e mbrojtur nga shteti, bazë e mbrojtur nga ushtria. Pra një vend që mbrohet, një vend strehimi mbrojtur nga ushtria. Ne s'mund të afrohemi. Atëherë, derisa ne hymë, derisa ne futemi lirshmërisht pas një problem, dhe pas një leje për të futur, atëherë ky nuk është vend sekret. Hapësirë publike që është një hapësirë publike që mua si qytetar dhe si shqiptar më dhemset këtu dhe kudo në Shqipëri që të degradohen, të shkatërohen, të humbasin. Mendoj që ky emision do shërbej për mirë dhe do të rikthejë edhe vëmendjen në institucione përkatëse, kështu që pa merak. Tani Fatjon, këtu jemi praktikisht në fund apo kemi vend? Jo, ka ende për të parë. Në pikën e vëmendjes, unë si Beratas dhe si shqiptar ju falenderoj shumë që erdhe deri këtu dhe ju uroj suksese. Për të promovuar. Në ana juaj, kjo do jetë ndihmës shumë e madhe, sepse jeni një emision, një televizion shumë i ndjekur, edhe shpresojmë që me punën tuaj kjo të treqi vëmendjen